Dhe vjen, për shembull, William Provine, ka qenë një historian. Këto e majnë pra për të madhëta. Vjen çështja te ke kjo pyetje, ai mundohet thotë. I bën bisht. Dhe nuk i gjen përgjigje. Thotë, jemi pa kuptim. Njeriu është pa kuptim. Kjo botë është pa kuptim. Vjen një moment thotë ti ke ardhur këtu rastësisht dhe ikëm, pra kaq, çdo gjë rastësi. Dhe kur flet për veten, fliste për vllajën e tij, ishte në moshë. Fliste për vllajën e tij, thotë vllai im, thotë, u smur dhe thotë po vunte shumë. Ai po kërkonte thotë vdekjen, po ne nuk e jepnim dot. Kurse unë thotë nuk e lej veten shkoj deri në atë pikë. Unë thotë sa të vinë momenti pra që të smurem si ai, të vuj si ai, pafi të vra veten. Se për të nuk kishte kuptim. Për të pra ai mundohej, thoshte këtu vetëm lumturi. Po erdhi momenti i vujtjes, sa ai nuk besonte po tjetër. Ai nuk e dinte qëllimin pse është. Vjen një tjetër, Charles Docken. Edhe këtë e majnë për të madh. Edhe ky ishte një herë në një seminar. Dhe i drejton njëri, një student, para studentëve, i drejton njëri një pyetje. I thotë, pse jemi këtu ne? Përgjigjja e tij e di si thotë, ç'është kjo pyetje e kotë, kjo pyetje pa kuptim, kjo pyetje qesharake. Si qesharake? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Si mund t'i thush kësaj pyetje qesharake kur kjo është pyetja më e rëndësishme? Pse unë jam këtu? Çfarë është qëllimi? Çfarë misioni? Pse kam ardhur këtë dynjë? Kjo është pyetja më e rëndësishme. Vjen Woody Allen. Ky ishte një regjisor në Amerikë. Po i madh tek ata. Dhe fillon duke fol pra rreth kësaj pyetje. Edhe ky si këta dy të parët, thot ne këto filmat, se ne thot du me i dhënë, thot nuk ka kuptim jeta, thot, po ne do mundohemi t'i japim i kuptim mënyrë që t'i shtyjmë njerëzit jetojnë, thot, ta shijojnë jetën. Dhe i bëjmë thot këto filmat, këto gjëra thot me i hutu. Si e si njerëzit mos shkojnë ke kjo pyetje me vra menin, pse jo? Dhe vjen Allahu i lartësuar në Kur'an. Përgjigje shëruese. Nuk ka përgjigje më shëruese se kjo. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar, thot Zoti, vetëm që të më adhurojnë. Kjo është shëruese. Kjo e bën njeriu të jetojë i lumtur. Kjo ja mundson njeriu nëse jeton sipas kësaj që kërkohet prej kësaj përgjigje, fitoj edhe lumturinë e botës tjetër. Kjo ja mundson njeriu që ora jep kuptim jetës. E shtyn njeriu të bëjë vepra të mira, s'ka nevojë me u hutu kot. Dhe vjen një moment po befasohet. Por e jeton jetën i lumtur, nëse jeton sipas kësaj që thot kjo përgjigje. E ky është qëllimi pse Allahu i lartësuar e ka kriju. Me adhuru ata, me i zbatu urdhrat e tij, me mundu me u afru tek ai. Dhe në shumë ajete Allahu subhanahu wa taala fton për këtë gjë. Fton me adhuru atë. Sepse me këtë fitohet lumturia në këtë botë. Po fitohet lumturia kush e ka në dorë? E ka Zoti, njeriu kush e ka në dorë? E ka Allahu. Allahu subhanahu wa taala, nëse njeriu e realizon këtë gjë, ja mëson me jetu i lumtur dhe me fitu në botën tjetër, me fitu lumturinë e përjetshme. Dhe në shumë ajete Zoti i qetësisë tërheq vërejtjen për këtë gjë, pikërisht. Kujdes në këtë gjë. Çështje tjera, për shembull thot Allahu: "Wa man yushrik billah faqad dalla dalalan ba'ida." Kush i bën shok Allahu, devijon nga kjo, nga ky qëllimi, ai ka humbur thot në një humbje të thellë. Vjen Zoti i qetësisë në Kur'an thot: "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih." Allahu nuk fal thot që t'i bëhet shok atij. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
dhe fal përveç kësaj, përveç shirkut, pra idhujtarisë, këm të doj. Vjen Zoti i gjithësisë. Në një ajet tjetër thotë: "Wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-janna." Kush i bën shok idhujtari Allahut, Allahu ja ka bërë atij haram xhenetin. Wa ma'wahu an-nar. Dhe vendi i tij, dhe strehimi i tij, pra përfundimi i tij do të jetë zjarri. Ne shohim shumë musliman, normal, e din, të gjithë themi, e din qëllimin pse ne jemi. E din patjetër se në botën tjetër njeriu nuk shpëton vetëm sa ai që vjen me zemër të pastër. Me zemër të pastër prej kujt? Prej idhujtarisë. Me zemër të pastër prej kujt? Prej devijimit nga ky qëllimi. Po devijoj njeriu nga ky qëllimi, pse kemi ardhur, realizimi i tauhidit, adhurimit Allahut, iku, nuk fiton gjë në botën tjetër. Ajo që ta mundson në botën tjetër me hyrë në xhenet është pikërisht kjo gjë, tauhidi. Adhurimi Allahut. Njeriu po devijoj nga kjo gjë, humbet botën tjetër. Dhe në këtë botë patjetër vuan tepër shumë. Dhe ne kërkohet prej nesh si musliman që patjetër këto që ne mësojmë me ja përcjell edhe atyre të tjerë, që me jetu për këtë qëllim, me ja përcjell edhe miqve tanë, të afërmve tanë, njerëzve që ndoshta çalojnë kjo pikë, me ja përcjell, shiko, ajo që të bën dobi në botën tjetër është me adhuru Zotin, është me besu profetin alayhis salam. Ky është qëllimi pse kemi ardhur. Ky është qëllimi pse na ka kriju Zoti. Këtë gjë duhet me përcjell gjithë atyre, pra gjithë njerëzve. Është mundësia çdo njërit. Dhe patjetër ndodh që edhe musliman, ose besimtar, ai e di në teori pra që për shembull Zoti është furnizuesi. Zoti është krijuesi. Allahu është shëruesi. Por kur vjen praktik, do të që edhe çalon kjo. Për shembull, ke furnizimi, ai i merr shkaqet, e di thot Zoti është furnizuesi, po mbështetet më shumë tek shkaqet se sa ai që ka në dorë shkaqet. Kjo është problem. Kjo është problem. Kjo është problemi i madh. Besimtari ku mbështetet? Mbështetet tek Allahu, i merr shkaqet patjetër. Nafton Zoti me marrën pra profeti alayhis salam hadithe, nafton me i marr shkaqet. Por kush i ka në dorë ato? I ka Allahu. Patjetër që muslimani shkon mjekohet, merr ilaçet, i pije gjitha, por kush është shëruesi? Është Allahu. O idha meridtu fa huwa yashfin, dhe kur unë sëmurem, ai më shëron. Është problem nëse njeriu e harron këtë gjë, e neglizhon këtë gjë, thotë, mbështeten vetëm tek mjeku, vetëm tek ilaçi. Jo, ai bën shkaqet mjeku. Po shëruesi është Allah. Dhe ne kemi shembuj shumë. Vjen mjeku, bën ndërhyrjen e gjitha, thotë, ato që kishim dorë ne e bëm, thotë. Tani Allah, Zoti i gjithësisë. E kështu edhe në çështje tjera. Patjetër që Zoti i gjithësisë, dhe Allah subhanahu wa taala imagjinoi të njerëzve më të sjellur. Zoti i gjithësisë i tërheq vërejtën ke kjo gjë. Imagjinoi ti kur vjen për Ibrahimin alayhis salam. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makan al-bayt, thot Zoti. Dhe kujtoje kur i treguam, pra e bëm qartë Ibrahimin vendin ku do të ndërtohej qapja. Më pas çfarë thot? E porosit Zoti, alla tushrik bi shay'a. Mos më mbo idhujtari mu. Kujt? Ibrahimit alayhis salam. Babait profetëve. Ai i cili pra shysh në fillimet e tij ka bë ball idhujtarisë. Ka ftuar njerëzit me adhuru Zotin, me realizuar qëllimin pse na ka kriju Allahu. Thotë, pastroje shtëpinë time për ata që bëjnë tavaf, thot Zoti i gjithësisë, për ata të cilët falen namaz në këmbë, në ruku dhe në sejdë. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala i shpall profetit ton sallallahu alaihi wasallam ku i thot:
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. Të është shpallur ty o Muhammed dhe atyre që ishin para teje, që nëse ti do të bësh idhujtari, i bësh Zotit shok, do të zhbohet, do të shversohet, nuk vlen pra puna jote. Imagjinoje ti profetit sallallahu alaihi wasallam. Vjen Zoti i gjithësisë përmend në Kur'an 18 pejgamber. Më pas çfarë thot? Dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kjo është udhëzimi i Allahut, me të cilin udhëzon kënd të doj prej robërve të tij. E nëse ata, imagjinojeni 18 pejgamber, pishtar, thirrës në tauhid, me realizu qëllimin pse jemi kriju. Thot, nëse ata, i këta pra, do t'i bëjnë shok Allahut, do t'u shvlerësohet puna, vepra e tyre. Allahu ndalon nga idhujtaria njerëz pra që kur nuk pritet prej tyre që ta bëjnë këtë gjë. Imagjinoje ne, pra tjerë që jemi njerëz dobët, gabojmë, ngrihemi. Kjo është çështja dhe qëllimi pse ne jemi në këtë dynja. Ky është qëllimi pse Allah subhanahu wa taala i dërgoi profetit. Pra që me adhuru Zotin e gjithësisë. Dhe patjetër vjen premtimi i Allahut në Kur'an. Ata që realizojnë këtë qëllim. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn. Ata të cilët kanë besuar dhe nuk e kanë përzi, thot Zoti i gjithësisë, besimin e tyre me idhujtari, me shirk, për këta thot do të ketë siguri. Dhe këta janë të udhëzuarit. Elusim Allah me lartësuar që na bëj prej tyre. Amin. Allahu na mundsoft xhenetin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Allahu shpëlbej.